foli për bullizmin në martesa. Për ata, unë e kam lexuar dhe kam pas rastin me pak prej afërt punën tonë, po për ata që ndoshta nuk e kam pa edhe nuk e kanë lexuar, më duhet na tregu më shumë cilat kanë qenë ato rrëfimet. A ekziston realisht kaq shumë bullizmi në martesa në shoqërinë kosovare? Është, po sigurisht që, siç e thash, është shumë i mshaf, domethënë kur ajo thotë, "Ok, është në rregull se ndoshta nuk e din as vetë që është bullizëm. Po se jetojnë domethënë, çu themi ne në bashkallak, edhe do të më kujdes për kunetët, do të më kujdes për anëtarë që janë fëmijët e saj, domethënë ose bashkëshorti, edhe për shkak të problemeve ndryshme, smundjeve, domethënë ata reagojnë në mënyra që në kushte normale ose në rrethana normale nuk është e pranueshme, po thonë ok, pasi e ka këtë gjendje, do të mu pranu, domethënë, edhe do të më bëj, le të themi, sidomos është shumë edhe më e dëmshme edhe më rrezikshme është kur vetë viktima ose mbijetuara, le të themi, ajo nuk ka mbështetje edhe prej anës familjes saj, domethënë, edhe për këtë arsye shohin që më u largu si mu largu, i ka fëmijë të vegjël, domethënë, ka munizë, masi thonë, ok, masi s'po më kjo shprehja jonë që dojmë me përmend, ok, është mirë. Po e sheh domethënë të bisedu me vetë personat që e sheh domethënë trishtimin në sytë e tyne, edhe që nuk është domethënë kjo aspekti psikologjik, hajtë s'ka lidhe, do të mu trajtu, do të mu bisedu për këto tema